Po. Si u bom. Laert Vasili, 51 vjeç, diskutohet në Big Brother puthjet e Laertit. Herën e kalume u diskutu 1 orë që Laerti u puth me 2 çuna, kësaj radhe u diskutu 1 orë tjetër që Laerti u puth me një vajzë, dhe se si u puth. Megjithatë, në fakt, edhe nga ana e Laertit dhe nga ana e Valbonës, unë e thash sot që nuk mendoj që ka një ndjenjë dashurore, se tani, shiko, do puthi se s'ka qa puth më Laerti tash që ta diskutojmë. Do shkoj të puthi në i pasqyrë, të puthi vetën pasqyrë që ta diskutojmë. Por që, kjo dyshe nuk ka një ndjenjë me njëri tjetrin, ata thjesht po e shfrytëzojnë për lojë, sepse shiko, si pengon asgjë për t'u lidh ose për të mos u lidh. Ata thjesht, pse s'lidhen? Kush po i pengon? Çfarë është një gjë që po i pengon? Asgjë si pengon. Ata s'lidhen sepse po e shtyjnë, pra po e kalkulojnë lidhjen. Dhe lidhja apo romanca, nëse është e kalkuluar, do të thotë që s'është ndjerë. Dhe me të drejtën nuk më shiron shumë as nga ana e Laertit, po as nga ana e Valbonës, sidomos sepse nga Valbona pres një tjetër lloj strategjie në këtë drejtim, sepse është vajzë e re, ka një energji tjetër, ka një ashukur se Laerti është çik më i pjekur, ka më eksperiencë dhe normalisht ai e shfrytëzon. Në fund ditës e shfrytëzon këtë gjë për t'i mbajtur sa më gjatë në shtëpi, aq më tepër që janë një konkurrent i vetëm, se po doli njëri do dalin të dy. Kështu që ata mbajnë njëri tjetrin në lojë, po kanë gjetë një mënyrë që nuk ja vlen barra qeran. Mund të kishin gjetë çfarë lloj gjëje tjetër përveç saj. Për shembull, po të ishin lidhur, po të ishin putur dhe po të kishin jetuar së bashku atje, do ishin shumë më interesant edhe për qëndruar në shtëpi, se sa kështu.